Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish në kanalin Histori Jete për të sjellur pranë jush një histori shumë të dhimbshme. Këtë herë do të sjell historinë e Adelinës, një vajzë e cila u rit me dhimbje, e cila u rit në presionin e mentalitetit, të kulturës, në jetën e një personi të alkolizuar, ashtu siç ishte babai i saj, e cila me dhimbje dhe trishtim ka parë çdo gjë. Ka parë dhunën që është ushtruar tek nëna e saj, ka parë trishtimin në sytë e nënës së saj, ka parë gjakun në fytyrë tek ajo. Një histori që në fakt më preku shumë edhe vendosa ta ndaj për shumë arsye. Ndoshta shumë gra, shumë nëna, por edhe shumë vëllezër do të gjejnë motivin në këtë ngjarje. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj jam Adelina. Të kam ndjekur shumë dhe shpesh herë kam menduar nëse edhe unë do duhet të ndaj historinë time. Sot jetoj shumë e lumtur edhe jetojmë në Suedi bashkë me vllajin edhe me nënën time. Por ne kemi kaluar një jetë shumë të rëndë. Fëmijëria ime nuk ka qenë e lumtur, zakonisht si fëmijët e tjerë. Unë dëshiroja shumë të kisha një familje të gëzuar, një familje që kishte vetëm buzëqeshje, një familje që kishte vetëm kënaqësi, puthje, përqafime, por tek ne nuk ndodhte kjo gjë. Vim nga një fshat, nga një zonë e Shqipërisë. Konkretisht jemi nga Malësia e Madhe si origjinë. Babai im ishte shumë i prekur nga gjyshja, halla, të cilët non-stop mundoheshin të krijojnë zënka në shtëpinë tonë. Ai ndikoheshte shumë dhe çdo herë e bënte të pamundurën të mundur. Nëna ime nuk është se kishte ndonjë mbështetje. Ajo kishte vetëm 2 vëllezër edhe 2 motra. Por ato të dy nuk është se bëheshin shumë edhe pjesë e kësaj ngjarje. Janë bërë. 2 herë ka qenë ndaja tek ne, duke pyetur babin për çfarë arsye po e rihte mamin, ndërsa ai nuk tregonte një arsye të vetme. Ishte alkooli, ishte mentaliteti dhe burri duhej të mbizotronte bigruan. Historitë janë nga më të rëndat. Unë do të kujtoj 2 histori që mua sot e kësaj dite më kanë mbetur në mendje. Historia e parë që unë dëshiroj ta ndaj është kjo që një natë babai im ishte duke u kthyer nga kafeja ku ai qëndronte me shokët e tij dhe mami po e kuroste. Ra zilja një herë. Mami nuk e dëgjoi nga që ishte në dhomën lart. Unë e dëgjova sepse ishim bërë të fiksuar pas kësaj gjëje. Dhe i them vllai që i ke hape derën se babi do ta carohet edhe do fillon të bërtetë edhe të gjuan. Vllau iku duke vrapuar sepse losnim të dy lart. Kemi qenë shumë të vegjël, 10 vjeç, nëse unë nuk gabohem. Dhe babi hyri brenda në shtëpi tepër i tensionuar, se si mundet burri i shtëpisë t'i biziles edhe askush të mos ta hapën derën. Bërtiste duke e kërkuar mamin dhe mami zbret dhe ai e goditi me një herë. Aty filloi një sher i madh, e rihte mamin si i çmendur, dhe arsye nuk e kuptonim pse re aq shumë, ndërsa ne po fshiheshim lart tek shkallët me frikën dhe nuk mundeshim t'i ndihmojmë mamit. Atë dhunë nuk e haroj dot kur, se sa e dhunonte dhe se sa e rihte mamin babai im. Por gjithsesi, ai këtë gjë e bënte çdo ditë. Ne ikëm lart të flejmë në dhomë, mami erdhi tek dhoma jon dhe e mbyllte derën me çelës, sepse kishte frikë se ai të mos i vinte dhe të mos ta rihte, nga që ishte njëri me probleme mendore. Kështu të paktën e them unë, nga ngjarjet që ai bënte në shtëpi, ishte shumë e rëndë. E nesërmja zgjoheshte si zakonisht. Ai zgjoheshte në orën 8, ikte për në punë, edhe ne ishim të paktën ato 4 orë njerëzit më të lumtur në shtëpi. Vllau thonte që mezi pres që të riteme do t'ia kmerrem këtij njeriu, për gjithë këtë gjë që po na e bën. Ai shkonte me femra të tjera. Rinte tër natën rrugëve, bënte gjëra të pahishme. Por ne mundoheshim që të qëndrojmë në shtëpi, edhe pse na i merrte lekët dhe na linte edhe pa bukë. Tani që po shkruaj këtë letër dhe
kur mendoj se në çfarë rrugësh kemi kaluar ne, më beso më duket e pa imagjinueshme dhe e pa besueshme që ne jemi kaq të fortë dhe jemi ringritur përsëri në këmbët tona. Mami mundoheshte që duke kthyer floritë e saj, të siguron diçka për ne, sepse ai as nuk mendonte për shtëpinë, edhe kur ndodhte ndonjë situatë, ai gjithmonë e gjuante topin tek mami dhe i thonte që ti je fajtoria që ne nuk kemi lek në shtëpi. Ditët po kalonin kështu, 2 ditë mirë e 5 ditë keq. Tensione shumë. Ne rinim me frikë, shkonim në shkollë me frikë. Hallin ton më letuash e dinte e gjithë lagja. Nuk ishte njëri që nuk e dinte. Dhe s'kishim ç'bënim. Mami thonte që unë ri këtu për hatër tuaj, se edhe po ti iki diku, ku t'ju marr ju me vete. Asnjëherë burri i dytë nuk do t'ju bëhet baba. Sa e vështirë ka qenë. Kalonin vite dhe kujtoj dhe një ngjarje tjetër teksa ishim duke ngrënë bukë. Ka qenë mëngjes. Babi u acarua shumë sepse mami foli një fjalë dhe gjuante të gjitha gjërat nëpër tokë, edhe ushqimin. Gjën më të shenjtë që e ka dhënë Zoti. Ne po trëmbeshim dhe mami iku lart. Edhe unë e pyesja babin pse i bënte të gjitha të gjëra, pse i bënte të gjitha këto situata në shtëpi. Cili ishte qëllimi i tij? Ishim shumë të lumtur, duke ngrënë mëngjes, ndodhi gjithçka. U trondit krejt shtëpia, le ta themi, dhe akoma s'po gjenim dot një përgjigje. Babi ishte po ky njeri që mundoheshte me dhunë, edhe me inat dhe me urrëtie, të vë drejtësi në shtëpi. Në atë shtëpi që drejtësia ishte e vënë vetë nga shpirtra që Zoti i kishte dhënë. U bëra unë 16 vjeç, dhe ai tentonte me pafund të më fejon për një djalin e shokut të tij. Unë nuk doja sepse isha shumë e vogël. Imvlla ishte 18 vjeç dhe ishte kundër kësaj gjëje. Por ai vendoste, edhe e bëri punën me dhunë, me të rahur mua mamin, vetëm që unë të them po. U fejova. Unë nuk e doja atë djalë. Babi ishte shumë i lumtur dhe unë duheshte të bëj siç thonte ai. Ditët ishin shumë të vështira në familjen tonë. Unë nuk doja që gjëja të shkonte deri në martesë. Unë nuk dilja me të. Nuk shëtisja fare. Mundohesha që t'i shmangem sepse nuk doja që të arrijë deri në atë momentin që ai të më fute në krevat. Por nuk mundesha t'i shpëtoj. Baba i thonte që unë duheshte të martohem në muajin gusht, edhe më shumë se 6 muaj nga fejesa ime nuk duheshte të kalojnë. Hallat gjyshja bënin presion që martesa duhet bëhej sa më shpejt, se ai mund të më përdorte dhe mund të më gjuante në rrugë. Ndërsa vetëm mami i dinte lotet e mi, dhe mami shpeshherë ndjeshte fajtore për shtatzanin që kishte bërë në jetë. Nuk duheshte të mbetem shtatzan dhe t'ju sillja juve në jetë, sepse u mora në qafë nga një gabim im. Ndërsa unë asnjëherë nuk i thoja mami që ti na more në qafë, po përkundrazi, unë mami t'i jepja shpresë. Do vinte dasma. Vllau im ishte shumë kundër këtij rrugtimi dhe më thonte gjithmonë që ti nuk e do. Pse duhet ta bësh këtë gjë? Thash po do babi. Unë nuk e dija që vllau po planifikonte një ngjarje edhe më të keqe, një ngjarje që do na rrezikonte shumë. Ato kishin folur të dy me mamin dhe kishin biseduar me tezen tonë në Suedi. Vllai ishte dakord që ne të iknim dhe tezja na kishte paguar biletat e avionit. Ne ikëm në Suedi. Kemi ikur dhe vetëm ne e dim si kemi dalë nga shtëpia. Kemi ikur në mesnatë dhe babi nuk po çmendej fare se çfarë po bënte. Po rrezikonim shumë dhe rrezikuam tepër. Kemi ikur me një makinë të vogël që vllau im ja kishte marrë një shokut vet. Vetëm që ne të ikim deri në aeroport dhe ai shoku vinte me një makinë tjetër pas. Ne arritëm në aeroport, mami ishte shumë e bindur që nuk do të ketë më kthim pas. Boll më kam duruar. Çfarë të doj le të bëj, le të doj edhe le të më vras. Unë dua të iki dhe dua t'ju shoh 2 ditë të paktën në jetë juve të lumtur. Dhe ne ikëm, hypëm në avion, udhëtuam për në Suedi ashtu siç tezja dhe vllau kishin bërë planin pothuajse një muaj. Në Suedi qëndruam 3 muaj, por s'kishim dokumenta dhe në muajin e fundit ne ikëm në zyrat
ku ne dueshte të paraqitemi si të pastre dhe dueshte ta tregojmë të gjithë rastin. Ne treguam rastin dhe na regjistruan për dokumentacion, vetë shteti suedes, pasi që e kuptuan të gjithë rastin ton dhe na ndihmuan. Ne sot kemi leje të qëndrimit dhe po bëjmë 3 vite në Suedi. Raporte me babi nuk kemi, as me askën në familje, por tashmë babi don të pajtohet me ne. Unë dëshiroja me këtë letër të falenderoj vllaun tim, i cili u bë një shqiponjë për familjen tonë, dhe nuk më la mua që unë të merrja rrugët e gabuara. Babai im tash e ka kuptuar gabimin që ka bërë, dhe kemi kuptuar nga hallat tona që kemi biseda telefonike që ai dëshiron të pajtohet me ne. Para se ne të bëjmë rrugtimin për të pajtuar me të, unë do t'i lutesha babit me këtë video mesazh dhe uroj që ky mesazh të shkon deri në veshin e tij. Babi, të lutem, mos na lër të vuajmë në këtë rrugë, por kuptoj që familja është shumë e bukur. Ne do të kthehemi nëse ti vërtet ke ndryshuar dhe do bësh zgjedhjet e duhura për jetën. Mos u ndiko nga mentaliteti, mos u ndiko nga kultura. Ke rritur një djalë fantastik që sot vepron në Suedi dhe nuk kthehet më, sepse duhet të siguron të ardhme për jetën e tij, një ditë do martohet, por ke rritur edhe një vajzë të shkolluar dhe të mrekulluar. Të lutem babi, mendo për veten dhe për familjen tonë. Ndërsa vllaun tim dua ta falenderoj pafund dhe t'i them që un jam dora jote kryesore derisa ne do vdesim, dhe jam e lumtur që po shoh që mami po buzëqesh edhe po kënaqet me tezën time. Ndërsa sot dua t'ju them të gjithëve grave, mos rrini të dënuara, por merrni forcën. Kjo është historia e Adelinës, që unë në fakt pata një kontakt me të dhe uroj që kjo mos t'i del një histori që do ta ndëmtonte atë, sepse është akoma, domethënë, në bashkëbisedim me Tiatin. Unë dua t'i çoj një mesazh babait të saj që nuk ka gjë më të shenjtë se familja dhe çfarëdo që të ndodh në një familje nuk është dhuna ajo që mund të zgjedh problemet, por ajo që zgjedh problemet është dashuria. Andaj le të jetojmë të dashuruar me njëri tjetrin dhe le të jetojmë momente të bukura, mos i dhunoni gratë. Mos i dhunoni fëmijët. Gruaja është çerdhja e një shtëpie të bukur.